Kalendari liturgjik i Kishës Katolike përbën boshtin shpirtëror mbi të cilën ndërtohet viti kishtar, i ndarë në disa etapa të rëndësishme që shoqërojnë jetën fetare të besimtarëve. Siç shpjegohet nga famuljetari i Kishës Katolike Pater Aleksandër Tanushi, viti liturgjik nis me kohën e ardhjes, 4 javë para Krishtlindjes, për të vazhduar me kohën e Krishtlindjes dhe periudhën e rëndomt, në të cilën ndodhemi aktualisht. Në Kishën Katolike është kalendari liturgjik kishtar, i cili ndahet në disa pjesë apo etapa. Është koha e ardhjes që fillon viti liturgjik, është 4 javë para Krishtlindjes, pastaj është koha e Krishtlindjes dhe pas kohës së Krishtlindjes është koha e rëndomt në të cilën tani gjendemi. Pas 2 javë, me datën 18 shkurt, fillon koha e kreshmeve, pastaj pas kreshmeve është koha e pashkëve dhe pra vazhdon koha rëndomt. Pas kësaj periudhe, besimtarët katolik përgatiten për hyrjen në kohën e kreshmeve, një nga periudhat më të rëndësishme të vitit kishtar. Kjo kohë nis me të mërkurën e përhime, e cila simbolizon kthimin, pendesin dhe përgatitjen shpirtërore për festën e pashkëve. Koha e kreshmeve është ko lutje, ko pendese, ko agjerimi, ko ku secili prej nesh, pra besimtari krishter, duhet përgatitet për festën e madhe të krishterimit që është festa pashkëve. Pra, si që thashe, fillon pas 2 javë, nesër 2 javë, me të mërkurën e përhimjes. Mërkurja përhime simbolizot, apo lidhet mas bukre, mas mirti, me momentin ku besimtarët përhijen apo i lëshot hinin në kokë, në balë, dhe si shenjë kthimi me fjalë, kthehu dhe besoj Ungjillit. Pra, me të mërkurën e përhimjes deri në festën e pashkëve është koha e kreshmeve, kur ne përgatitemi shpirtërisht për këtë festë. Pra, koha e kreshmeve është ko lutje, ko pendese, ko bamirësie, ko agjerimi. Në këtë frymë reflektimi dhe përgatitjeje shpirtërore, me 18 shkurt fillon koha e kreshmeve për besimtarët katolik, ndërsa me 19 shkurt nis muaji i shenjtë i Ramazanit për besimtarët musliman, duke shënuar një periudhë agjërimi dhe përkushtimi fetar për të dy komunitetet.